Faleminderit zonja nënkryetare. Pyes veten çdo të ndodhte sikur 40% e deputetëve të këtij kuvendi të mos e mbyllin dot muajin me të ardhurat që merrnin. Sigur 40% e deputetëve ta kishin të vështirë ose shumë të vështirë që të siguronin ushqimet bazike, ilaçet, qiran, ujin dhe korrentin. A do të funksiononte më mirë ky parlament? A do ta shfrytëzonte kohën për shqyrtimin e problemeve reale të shqiptarëve, apo do merre me fjalë kota e me zënka teatrale? A do kujtoheshin këta deputet, për shembull, se vetëm 3 ditë më parë ishte dita e 1 majit në vendin ku të drejtat e punëtorëve shkelen më shumë se kudo tjetër në Europë. Sipas raportit të Komisionit Evropian për kushtet e punës, i publikuar para një muaji, 39% e shqiptarëve që janë në marrëdhënie pune shprehen se kanë të vështirë ose shumë të vështirë që të mbyllin muajin me të ardhurat që nxjerrin. Dhe këta janë ata që kanë fatin të shfrytëzohen e të poshtrohen në vendin e punës, se janë edhe ata qindra mijëra të tjerë që janë pa punë. Shqipëria është vendi i fundit. Është ky vendi këtu me ngjyrë të kuqe, me këtë të kuqen e ndezur sa i përket të ardhurave në vendin e punës. Shqipëria është vendi i fundit sa i përket pasjes së një përfaqësuesi për sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës. Shqipëria është në vend të fundit, kjo kolona e fundit, sa i përket edhe pasigurisë që kanë punëtorët lidhur me pagën që do të marrin në fund të muajit. Pra nuk e dinë se sa do jetë paga e tyre. 25% e tyre shprehen se nuk e kanë idenë se sa do jetë paga, ndërsa 46% se e kanë paga shumë idenë se sa do jetë paga e tyre. Që do të thotë se të paktën 71% e të punësuarve në Shqipëri nuk e ka një kopje fizike të kontratës tyre, ose ajo thjesht injorohet që është në shkelje të kodit punës. E megjithatë, nuk është për të çuditur se Shqipëria është në vend të parë sa i përket nevojës që shprehin punëtorët për të vazhduar të punojnë, sipas këtij raporti, edhe pasi të kalojnë moshën e pensionit, pra mesatarisht deri në 67.4 vjeç. Sepse pensionisti nuk mund të jetojë në Shqipëri me pensionin që merr, por duhet të vazhdojë të punojë derisa ta lënë fare fuqitë, për t'u lehtësuar sadopak barën fëmijëve që kanë ikur në vërgim e që i dërgojnë nga 200 euro çdo muaj. Kjo është Shqipëria e kryeministrit që ka pafytyrsinë të mburret se ka këtë vend pa sindikata, që i ftonte biznesmenët italianë të investonin në Shqipëri, sepse punëtorët shqiptar nuk kanë mbrojtjen që kanë punëtorët italianë nga zbatimi i ligjit italian i të drejtave në vendin e punës. Kryeministri shqiptar që duhet të ishte përgjegjësi kryesor për garantimin e zbatimit të kodit punës në Republikën e Shqipërisë dhe për forcimin e sindikatave që i sigurojnë të drejtat në punë. Është po ai që u thot investitorëve e janë këtu, se këtu s'kemi sindikat. Në vend se të tërhiqte investitor të huaj, e vetmja arritje e Edi Ramës është braktisja që Shqipërisë i kanë bërë njerëzit në moshë pune, punëtorët e krahut të mendjes, si dhe gjithë ata që diplomohen për të hyrë në tregun e punës. Shqipëria ndodhet në një krizë të thellë demografike, pikërisht sepse në vend nuk ka sindikata, sepse punëtorëve, si atyre në sektorin privat, edhe në sektorin shtetëror publik, u shkelet për ditë dinjiteti njerëzor sa po hynë në ambientin e punës. Por si mund të ketë liri sindikale, kur shtetin e ka në dorë një parti brenda së cilës nuk ka liri të fjalës, nuk ka liri të shprehjes së mendimit, ku askush nuk guxon të pipti sepse përjashtohet pa ceremoni. Faleminderit.